Vllaznia e basketbollit për meshkuj vijon formën e mirë duke regjistruar fitoren e 10 rallëzi në të gjitha kompeticionet. Mbrëmjen e së mërkurës, Kuqeblut mposhtën Yllin e Suarekës me rezultatin 79-70 në një përballje të vlefshme për ligën unike. Skuadra drejtuar nga Eni Llazani vinte në këtë takim pas suksesit ndaj Tiranës, por përballë Yllit tregoi edhe më shumë karakter. Edhe pse perioda e parë u fitua nga skuadra kosovare 16-23, Vllaznia reagoi shpejt. Fitoi periudhën e dytë 21-11 dhe shkoi në pushim me avantazh 37-34. Momentet vendimtare erdhën në periudhën e tretë, ku Kuqeblut krijuan diferencë deri në 12 pikë. Në fund, pavarësisht presionit të Yllit, që ngushtoi diferencën në vetëm 2 pikë, Vllaznia ruajti qetësinë dhe mbylli ndeshjen me fitore 79-70. Skuadra jon në çdo ndeshje, si hupi, si fitoj, ne do hymë me dhanë maksimumin ton, pavarësisht kundërshtarit. Duhet përgëzoj sot ekipin e Yllit sepse kanë bërë një lojë të jashtëzakonshme, shumë të fortë. Na kanë vënë vështirësi gjatë gjithë lojës. Mendoj që djemt tonë e doshin fitoren shumë fort sot dhe kanë luftuar në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo top të diskutueshëm, kanë luftuar në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo sulm dhe për çdo mbrojtje. Dhe sot jam shumë krenar që kam fatin me kanë trajner i këtyre djemve. Kjo është fitoria e dytë rradhazi në ligën unike pas suksesit në transfer ndaj Pejës, duke konfirmuar ambicjet e Vllaznisë në dy fronte, Superligën shqiptare dhe ligën unike Shqipëri-Kosovë.